Ngjarje e rëndë në Kukës, bashkëshortja denoncon 40 vjeçarin ka ngacmuar seksualisht vajzat e mitura. Shërbimet e komisariatit të policisë në Kukës në vijim të punës për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, kanë për të mundur lokalizimin, kapjen dhe vënien në pranga të shtetasit në kërkim QD, 40 vjeç, banues në fshatin Mams. Gjykata e apelit e juridiksionit përgjithshëm ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Kukës, e cila ka dënuar këtë shtetas me 5 vite 8 muaj burgim, ku i kanë mbetur për vuajtje 8 vite 6 muaj dhe 3 ditë burgim për veprat penale, dhuna në familje, ngacmim seksual dhe mbajtje pa leje dhe përdorimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Në prill të vitit 2024, një shtetas u arrestua pasi bashkëshortja e tij kishte bërë kallëzim për dhunë në familje, si dhe dyshohet se ka ngacmuar seksualisht 2 vajzat e tij të mitura. Gjatë kontrollit në banesë u gjetën dhe u sekuestruan 14 kapsolla donator, 2 fitil zjarr përcjellës, një granatë ofensive dhe 5 krëra automatiku. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.